Sekretet e bukës. A duhet njeriu të haj bukë? Dëgjojeni këtë deri në fund dhe pastaj le ta diskutojmë. Ky është një nga argumentet më të rëndësishme sepse ka të bëjë me vetë jetën e njeriut. Sot do t'ju flas për një argument që jam i bindur që secilit prej jush do t'i interesojë për të vetmen mënyrë, sepse përveç se ka të vërteta shkencore, por ka të bëjë me shëndetin tuaj. Dhe secili duhet që të marrë pjesë në një diskutim të tillë. Sot do t'ju flas në mënyrë, le të themi, të drejtë për drejtë, më hapur. Nëse dikush pretendon që këto, duke qenë diskutime të një profesori, të një doktori apo të një biologu, pak rëndësi ka. Nuk më intereson kjo, sepse ky thash ka të bëjë me shëndetin e secilit dhe me shëndetin tim. Kështu që ndonse dikush mund të mendojë që janë teori konspirative, le ta diskutojmë. Kjo është gjëja me pika më e rëndësishme. Dëgjojeni me kujdes, kush është rastësisht dhe nuk e ka brende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish, diskutoni në këto argumente, shpërndajeni këto informacione dhe ftoni miq tuaj që të shkruajnë, të lidhen me këtë faqe, nuk i kushton asgjë. Kur para disa viteve studioja për sa i përket miellit dhe bukës, nuk e besoja që mielli është pikërisht buka që krijon probleme më të mëdha në trupin e njeriut. Duhet të dini që buka është ushqimi më numër 1 që konsumohet më ngadalë në trupin ton. Në qoftë se për shembull do hani për shembull, pini ujë në 5 minuta shpërbëhet në trupin ton. Hani një ëmbëlsirë në 15 minuta shpërbëhet. Hani mish në pothuajse gjysmore shpërbëhet. Pra metabolizmi i njeriut, të gjitha këto i bluan. Por bukës i duhen 4 orë. E vetmja është buka. Pra është numri 1 i ushqimeve që konsumohet më ngadalë në trupin ton. Dhe kjo është tepër thelbësore. Tani, pse flitet për bukën që ka probleme? Do t'ju them. Duhet të dini që kur zbulova këto mistere që do t'ja u them një nga një, pas disa viteve, pash që edhe në Italia 1, në emisionin në lejene, zbuluan se çfarë ka buka brenda, në mënyrë shkencore, me biolog, me studiues në një laborator, bile shkuan në një laborator tjetër. Ç'është e vërteta, këto video, pjesë e madhe e këtyre videove i hoqën. Bile vetë kanali e hoqi nga sistemi. Nuk kuptohet se si. Në fakt, njerëz të thjesht i morën këto video, i kishin shkarkuar më përpara dhe pjesë i kanë vendosur në disa vende. Dhe prap i heqin. Kush i eliminon dhe pse? Duhet të dini që ajo gjëja e parë që unë zbulova është që keni parë ndonjëherë një mulli sot? Mulli mielli, keni parë? Pse nuk ka më mullinj si dikur? Për çfarë arsye? Pikërisht sepse mendohet që mielli duhet kontrolluar përpara se t'i jepet popullit. Bile do t'ju them, këto informacione që i mora thash më vonë nga lejene, ata tregonin që mielli pasi merret pasi merret gruri, përpunohet gruri, çohet diku dhe aty duke u përpunuar i hedhin disa gjëra. Në fakt brenda ka disa gjëra që unë nuk dua t'i them, sepse nuk dua që të futem në ollësira, por krijojnë probleme në shëndetin e njeriut dhe kjo është e rëndësishme. Duhet të dini që mielli, ose më mirë buka, ishte prej kohësh, pra ka qenë në njerëzim prej kohësh. Mendohet që vjen që nga momenti kur u shkatërrua bota në përmbytjen e madhe universale, sepse e transmetuan nga ai civilizim që ishte atje. Është e vërtet kjo dhe kjo është e dokumentuar, sepse që Noe, me një fjalë pas shkatërimit, thoshte se si bëj buka, pra mira vite më parë, sepse s'kishin çfarë të hanin. Në fakt, me kalimin e kohës ka fakte që 14.000 vite më parë kanë gjetur vende ku bëj buka, po si bëj? Menin vetëm këto mielrat, pra e shtypnin grurin dhe i hedhin ujë, vetëm kaq. Kurse mielli që u bë buk për herë të parë u bë nga Sumerët. Sumerët ishin të parë dhe duhet të dini që ishte civilizimi i tyre që bëri zhvillimin e njeriut.
që sipas tyre, sipas popullit sumer, erdhën nga zotat. Pra, zotat e sumerian na dhanë dritë, na dhanë teknologji, na dhanë matematikën, fizikën, gjeometrin dhe na dhanë edhe kultivimin. Dhe aty bën fryrjen e bukës ose ardhja e bukës, si thuhet, që është ajo levitacioni që quhet, me fjalë kur fryhet buka. Nga ai moment pra menin një copës buke, si gjithmonë brum të kalbur, me pak fjalë, ja çonin brenda dhe ngrihesh fryej buka që të bëj më e fryrë, me fjalë. Por buka e fryrë në mënyrë natyrale është më e thjeshta dhe është ajo më e mira. Të mbani mend këtë. Pra jo të vendosura gjëra brenda. Por tani, pse po flasim për bukën? Kur bëra një emision para disa viteve në kanalin tjetër, ishin vetë shqiptarët që unë tregoja me dokumentet të dokumentuara këto, vetë shqiptarët që i bërën report videos. Dhe vetë ata që Population Review tregon që janë populli i parë, pra shqiptarët janë populli i parë në botë i mungesës së fertilitetit. Vetë ata i bën report, ata që vetë ata nuk mund të bëjnë dot fëmijë. Merrini me mend se sa ignorant është njeriu. Vetë ata, unë kam njohur një person që nuk dua të them grua apo burr, që nuk mund të lindte dot fëmijë. Dhe dini se çfarë kam bër? I bëra një dhuratë të vogël për një fëmijë. Dhe me sa u informova, ka bër fëmijë pas 2-3 viteve që i kam bër dhuratën. Ndoshta unë solla dobi në qelizat e atij çifti, ndoshta sepse e bëra me shpirt atë dhuratë, por është një fakt i pakundërshtueshëm ky. Dhe pse po e them këtë? Sepse kishin disa vite që kërkonin të bënin fëmijë dhe nuk mundi që të bënin fëmijë. Pse kjo? Pikërisht pra nga ushqimi. Dhe ushqimi kryesor, siç e përsëris edhe një, është buka, sepse shqiptari mbahet me bukë. Po ta vini re, nga vitet 90 deri tani, është shtuar pothuajse në 40% sëmundjet e përgjithshme të njeriut dhe në rreth 20% sëmundjet kancerogjene. Nga se vijnë këto? Pikërisht pra nga ushqimi, pastaj edhe nga mënyra e jetesës. Tani çfarë ndodh me miellin dhe me bukën? Duhet të dini që në Shqipëri mielli është i pakontrollueshëm. Pra kontrollohet shumë pak. Dhe han vetë ata që nuk e kontrollojnë. E përsëris edhe një herë. Thash do flas haptazi dhe e bëj për të mirën e të gjithëve. Por dua të nënvizoj diçka. Le t'i marrim si teori konspirative. Dakord. Por është mirë që të kontrolloni sepse është për të mirën tuaj. Për të mirën e brezave, për të mirën e fëmijëve dhe brezave. Po e përsëris se në Shqipëri kisha bërë një video në një kanal tjetër, ku thoshja shqiptari i fundit në vitin 2017. Më duke se shqiptari i fundit në vitin 2050 do tjetë, jo në vitin 2017, ndoshta edhe më përpara. Sepse po bëhet ç'është e mundur që ta reduktojnë në zero. Po ta shikoni, pjesa dërmuese e shqiptarëve ka ikur nga Shqipëria sepse nga projektet e ndryshme është detyruar shqiptari i riu që tiki nga vendi. Disa më kanë shkruar që po ti, pse nuk kthesh? Ku të kthesh? Përveç se ne e krijuam jetën atëre, pra në vitin 90. Dhe duke krijuar jetën këtej jashtë në vitet 90, krijuam familje. Ku do shkojmë? Dhe tjetra, ju që jeni aty, të tjerë që janë aty dhe ata që drejtojnë, pse nuk bëjnë një të kundërtën? Ti thrasin dhe të vinë shqiptarët aty, pse nuk e bëjnë? Pra, për të gjitha këto, unë mendoj që ka një projekt që duan në një formë apo në një tjetër për reduktim. Tani, për shqiptarët apo për pjesën tjetër të botës, pak rëndësi ka. Unë po flas tani për shqiptarët që është shumë e theksuar. Ndaj, do t'ju lutesha ta shpërndani këtë video, të lini komentin tuaj dhe të më thoni çfarë mendimi keni për këtë argument. Thash, prek secilin, jo vetëm ne, jo vetëm ju, por edhe fëmijët. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj.